Partia Demokratike e Kosovës vazhdimisht ka qenë konsistente dhe si që po edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese, ne kemi pasur të drejtë. Situatat si këto kërkojnë kompromis, kërkojnë bashkëpunim dhe Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ju ka ikur takimeve. Në takim do të themi po të njëjta gjëra që i kemi thënë vazhdimisht. Tash e disa muaj, në politikë dhe në demokraci nuk ka vend për kryenetësi. Duhet të ketë hapësirë për kompromis dhe për bashkëpunim. Ne kemi ofruar alternativa tona, shpresoj që tani lëvizja vetëvendosje të reflektoj. Nëse propozohet me shku në pako, kryetari me në kryetari... Janë dy votime të ndara, ju lutem me rregullorën e punës. Kuvendi, kryetari i përfaqëson të gjithë, e nën kryetarët e përfaqësojnë vetëm subjektin politik. Sot do të kemi që nëse propozohet, nëse blokojnë opozita kryetarin e kuvendit, njëjtë na mund të bllokuar edhe në kryetarin e PDK-s, edhe kjo çon jo të mirë. Ky është një lexim tërësisht i gabuar edhe i rregullorës punës kuvendit edhe Kushtetutës së Republikës Kosovës, po e ripërsëris, kryetari i kuvendit e përfaqëson kuvendin, ndërkohë që nënkryetarët i përfaqësojnë subjektet politike. Për atë arsye dhe votimi është i ndarë. Nënkryetarët votohen në pako. Jo, obligative nuk ka asgjë në demokraci, përveç respektimit të kushtetutës, ligjit dhe rendit. Mirëpo ne shkojmë aty për të shprehur gatishmërinë tonë për të zhbllokuar situatën e rëndë në të cilën jemi. Kemi shkuar në takime më herët, ne jemi konsistent. Faleminderit.